Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Lëvizja Besa shpërson tonën ndaj kryetarit të Aleancës për shqiptarët Arben Taravari. Në intervistë televizive, kryetari i saj Bilal Kasami pretendon se largimi i mundshëm i Aleancës nuk do të kishte ndikim në koalicion. Koalicioni vlen është një numër me 6 shifror, me një njësh edhe së paku 5-0. Këto 5-0 janë partitë politike. Njësh është koalicioni. Çdo 0 ka vlerë nëse është pjesë pas njëshit. Çdo 0 jashtë njëshit është 0. Dhe në këtë rast, edhe simbolikisht, nëse zoti Taravari ka ardhur i fundit dhe këtë 10.000 e ka bërë 100.000, që edhe simbolikisht morë më shumë se 100.000 vota, nëse ai largohet nga këtu është 0, sepse 0 ka qenë para se të vinë koalicionin vlet. Deklarata e tij vjen një kohë të tensionuar politike kur ia shtuar informacionet për çarje brenda Vlenit, shkak duke se bërë dhe kontaktet e Arben Taravarit me partner jashtë këtij koalicioni. Hungaria mbetet e vendosur për të mbështetur rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt BE-s. Ministri hungarez për çështje europiane Janez Boka tha se Budapesti përkrah në mënyrë të pakushtëzuar rrugën euro integruese të Shkupit. Ai deklaroi se Maqedonia e Veriut mbështet lehtësimin e dialogut mes Shkupit dhe Sofjes. Ministri hungarez Boka e komentoi dhe qëndrimin e homologut të tij britanik David Lammy, sipas të cilit Ballkani Perëndimor mund të destabilizohet nëse së shpejti nuk bëhet pjesë e Unionit. BE bën maksimumin për të punuar për stabilitetin e rajonit dhe Hungaria si vend antar i BE-s gjatë kryesisë ka punuar për të rifilluar procesin integrues për Ballkanin Perëndimor dhe të përforcohet perspektivë europiane për rajonin, që do të jetë garancia më e mirë për stabilitet, tha ministri hungarez për çështjet europiane. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike e Kosovës ende është e paqartë nëse do të mbështesë zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit në seancën konstituive të ditës së hënë. Në kryetari e PDK-s deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me pozitën e kryeparlamentarit është i qartë dhe i takon grupit më të madh parlamentar. PDK-ja në të kaluarën nuk e ka votuar kandidatin e vetvendosjes, por as se ka bllokuar seancën, tha Vlora Çitaku nga PDK. Deri më sot eksponent nga koalicioni qeverisës kanë shprehur shqetësimin se qeveria nuk mund të formohet pa bashkëpunim edhe të partive opozitare. Pakicat etnike në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë për të bashkëqeverisur dhe me opozitën nëse do të ishte e nevojshme. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq, njërësh ministrin detyrë për komunitetet dhe kthim, tha se janë të gatshëm për bashkëpunim me Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re. Por sipas tij, nëse shterojnë të gjitha mundësitë që Kurti të zgjidhet kryeministër, ai është i gatshëm për bashkëpunim edhe me partitë nga opozita, deklaroi kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj nga Gjilani deklaroi se Shqipëria dhe Kosova duhet të rrugtojnë së bashku drejt BE-s. Ai vlerësoi rolin e të dy shteteve për aspiratin e tyre drejt Bashkimit Evropian dhe rolin për stabilitetin në paqe dhe siguri në rajon. Begaj ishte pranishëm në Gjilan në një ceremoni për shpalljen e tij, qytetar nderi i qytetit. Dy shtete, një kom, një gjuhë, një gjak. Është ADN-ja jonë. Ky është një privilegj shumë i madh, por është edhe një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Duhet të dimë ta përdorim këtë mundësi. Ta përdorim këtë mundësi për të forcuar njëri tjetrin, për të ndërtuar një ekonomi të bashkuar, për të ndarë së bashku eksperiencat më të mira dhe patjetër për të ngritur bashkë si shqiptar. Këtë mundësi duhet ta kthejmë në bashkëpunim konkret, bashkëpunim në ekonomi, bashkëpunim në arsim, bashkëpunim në diplomaci, në një treg të përbashkët, në politika të përbashkëta që ndihmojnë qytetarët tanë të zhvillohen e të jetojnë më mirë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.